Mi mbrëma të dashur bashkëdhetar shqiptar kudo që ndodheni, mirëdita shqiptarët e mi në Amerikë, në të gjithë shtetet e Amerikës. Dashur shqiptar kudo ndodhen shqiptar. Ka 35 vjet kanë ikur 3 milion e gjysmë shqiptar nga sytë kemët. Kanë ikur nga qeverisja e dopt, nga qeverisja e spionazhit sërb, e më vonë grek e francez. 35 vjet dashur shqiptar, vojtje, hidhërime, 35 vjet coptimi i familjes, ndarje, zënje, kukalleku bën çdo gjë dashur shqiptar. Kurse 3% jetojnë në luks të papar. Edhe princat e mbretërit e dikushme, si për shembull dhe englezët, nuk rrojnë si këta 3%. Çfarë nuk kanë këta? 97% vuajnë për bukë, vetëm për bukë. Të dashur shqiptar, ju shikoni në foto Edi Rama, kryeministrin e Shqipërisë për 14 vjet, ministër në kohën e nanës, kryetar bashkie. I erdhur nga rrugët e Parizit, nga urat, të them më mirë, nga urat e Parizit, duke dalë lakuri që e më vonë, as rrushe, as beshe, as lashe, të njëjtën kur zbritin në aeroportin këtu në Tiranë, nanua e tha në publik, e erdhur me thonjë të paprerë dhe me fytyrë të pistë, të njëjtën. Sot ai ish kryeministër për 14 vjet. Të dyja partitë SPD-ja, EPS-ja, ju nuk besojnë përpara shqiptarët e mi që ishin bashkë. Pra e shihni, po thuaj ka një vit e ca që unë deklaroj realitetin, e shihni që janë bashkë. Por ama në kohët e fundit, me qenë se Amerika e bëri SPAK-un, bëri byron kombëtare, të votuar nga 140 të quajtur deputet, si Qequa me një këmbë, vajtën në ambasadë, u përkull dhe e firmosën për SPAK-un, për byron kombëtare. Por, të dashur shqiptar, ata mendonin se do të kishin çdo gjë në fuqi, siç është përhapur gjithmonë që SPAK-un e ka në dorë Edi Rama. Pra, dashur shqiptar, SPAK-u paguhet, po e themi edhe një herë, e tini të binduri, paguhet nga Amerika. Të SPAK-ut kanë erdhur shumë herë në Amerikë, kanë vajtur. Unë jam tash i Tiranë. Po them kanë erdhur sepse unë jam e në Amerikë, e në Evropë, e në Tiranë. Pra, i di fare mirë po. Erdhi SPAK-u, shumë herë ka erdhur, i kemi fotot, i kemi çfarë kanë thënë aty, çfarë kanë firmosur sipas ligjit të kushtetutës në Amerikë, që çdo gjë ne do të bëjmë me ligj dhe nuk pyesëm as mik, as shok, as familje, ai ligji do të jetë një e përgjithshëm. Po të dashur shqiptar, SPAK-u ka gati 20 veta, byroja kombëtare ka mjaft njerëz, pra dual nga linja, paguhen nga Amerika. Po ta dini dashur shqiptar, edhe shqiptarët e dinë në Amerikë, ata që janë në Amerikë, nëse ti luan me dollarin amerikan, ti e gjen vendin, me $1. Jo me këta që kanë marrë miliona e miliona. Kemi në SPAK disa veta, mund t'i them edhe emrat shumë shpejt, i kemi, kanë hotele, kanë vila, nga 4-5. Unë kam thënë me kohë që do arrestojnë 4-5, po mund të arrestojnë më shumë, nëse nuk arrestojnë urgjent njerëzit që kanë vajtur që i kërkojnë, si për shembull zëvendës kryeministre. Kryetari i ri i SPAK-ut, pavarësisht se u thrit në Gjermani, po unë po i them kryetari i SPAK-ut drejt për drejt. Edi Rama sot, po kryetari i SPAK-ut, çfarë nuk ka thënë për ju? Më keq se Salin, kur e thrisni të hënën, çfarë nuk thot? Me libër shtëpie, u thot. Sipas ligjit që është në SPAK,
Nëse njëri ofendon spakun para derës të spakut, ai duhet urgjent të arrestohet. Për çfarë arsye se keni arrestuar? Çfarë nuk u ka thënë? Çfarë nuk i ka thënë kryetarit, ish kryetarit të parë të UB? Çfarë si ka thënë atij që ke qenë i sigurimit dhe më fut para 3 javë i tha kur doli nga spaku që pash filan më tha dyke numëruar parat. Pra unë i thash radhë e parë duhet të dilte të thoshe se është e vërtet. Nëse ai nuk del ahere, ai vërtet numëronte parat. Sipas të thënave të doktor Sali Berishës. Pra, shqiptarët e mi të dalim dhe Edi Rama sot. Edi Rama i mblodhi parlamentin e tij. Ata që ka emëruar Edi Rama. Do me thënë, ata që i ka dërkëm Edi Rama. Ata që i urdhon Edi Rama. Si Peleshët me shok. Pra, si Peleshët, Balluku, Balli, si Qekaj, pra, si ministrin e jashtëm, pra Spiro Palin, të gjithë që ka dërkem të ti. Sot foli 1 orë e 45 minuta, pa pushimi çfarë. E fillovi dhe përfundoi dykeshar prokurorin, dykeshar spaku. Që s'ka të drejtë spaku të në arrestoj, s'ka të drejtë u drejtoshe të gjithëve atyre, se të gjithë hajdut ishën, që spaku nuk ka drejt të arrestoj ministrat në aprishti rregullin, do me thënë, ore Edi, po pse mo Edi, ishe mirë në për rrugët e Parizit, ke hyrë 1-2 herë burg, për çështje duke vjedhë bukë, ke hyrë 2 herë, një në Bruxelles, një në Francë. Ishe rrugëve të Parizit, ishe i qetë, vishje gjvishje lakuriqës, si beshe njeri vonë, por i ke hyrë detit më kemë, e jo detit tonë, oqeanit. E është për te, është Amerika. Edi Rama nga suksesi, nga miliona e biliona dolar që ke, dhuratat që ti kanë dhenë, ka hapët. Kushdo që të ka dhenë dhurata, ato i ke të gjitha. Çfarë nuk e vjedhur Edi me zvendës kryeministrin, që është e vërteta, ajo ka qenë bose jote, që bende si të donte. Ajo do të marri me vete Edi Rama. Sepse keni firmosur bashkë. Nëse ka mundësi, mund të shojmë edhe hajdutët, shqipfolësit, ta dashur shqiptarë që ishini që të gjithë e në hajdut, shqipfolës, që të gjithë ta ishën lakuriqë. U gëdhin me nga një hotel, u gëdhin si deputet $5-6.000 sa të duan të marrin. A i shini atje edhe Fatmir Gjafën, që është i menduar, ju e shini vetë dashur shqiptar. Fatmir Gjafën, a i shini si mendohet, i ka vë duart, lexohet trupi ti, të dyja duart i ka vë në kryq, mendohet dhe se ka mendi. A i shini si mendohen të gjitha hajdutët, jo si mendohen dashur shqiptar. Sepse u kanë vjedhur ju, i kanë vjedhur shqiptarët, u kanë vrarë, çfarë nuk u kanë bërë ju dashur shqiptar. Pra, tini të bindur shqiptar se gjithë ata që shini aty do kenë fatin tjenë para bankës të akuzuar. Sepse shqiptarët u ka vajtë ati kus manë më, gjithë shqiptarët që më shkruajnë duan gjyq popullor dhe kanë të drejtë. Pse kanë drejt dashur bashkëdhetar shqiptar? Kemi 82 vjetë që punojmë si slevë. Fut edhe veten time, që edhe unë kam qenë në atë kohë, pavarësi se unë kam ikur në 75-ën, por edhe unë kam qenë. Dashur shqiptar, kemi punuar si slevë. Nëse ka mundësi, do të shihni të gjithë
si kemi punuar ne. A i shikon, dashur bashkëdhetar shqiptar, a i shikon, a shikoni, shiko si e hek, dhe vend të kafshës, janë 4-5 gra, heqën damukër si i thonë saj, që lëron. Heq dhe një e mban. Me shami dhe me plaçka të zezë. Këto nenat kanë punuar. Kanë punuar 46 vjet me regjimin bolshevik komunist, me regjimin sërb. Kanë punuar si slevët. Foton tjetër, dashur. Shiko, dashur shqiptar, me karrocë njerëzit shpinin bukën. Mund të shohim foto të tjera. A e shihni, dashur shqiptar? 2 lek ka atje në dorë. Pret të marri diçka, të haj, bukë. Slev, edhe slevët nuk janë kështu, dashur shqiptar. 2 nenat. Njëra pret në dera me një shkop, me shtëpi të rrëzuar. Amore di Rama, po pse këto nenat kanë fëmijë, të janë bite e komit që kanë punuar si slev për 46 vjet të regjimin komunist, u jep nga $80 nga $100 në muaj, kurse vet i merr parat me metro kub. O shqiptarët e mi, zgjohuni, shikoni pra, shikoni. Shikoni nenën tjetër, që i ka rritur fëmijët pa bukë. Më në fund, me tallona. I rritën, punonin natë ditë në fush, zbathur, në të ftohtë, në shi. Pra, shikoni si është, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Kjo ka qenë realiteti i shqiptarëve, që sot duhet të gëzoni një pension. Ne kemi bërë programin që më 2001 pa marrësi se s'kemi dalë në publik, më 2001 e kemi bërë $600, që sot duhet ishte gati 1.000, sepse duhet 10% çdo vit. Shqiptarët e mi, këto nena, sidomos kjo nena që është dykeqar, ka një letër në dorë. Mund ta shohim foto të tjera. E pra, ajo nenë, të dashur shqiptar, ka letrën e këtyre djemve të rinj, e shpresës të kombit që na kanë ikur 3,5 milionë njerëz. Ka ndërguar fëmija dhe nuk vinë dot. E si mund të vinë? Punojnë, kanë fëmijë, kanë shtëpi, do paguajnë qiran, dritat, elektrikun, dhe nëna ka marrë letër dhe si ka parë me sy. Shiko, dashur bashkëdhetar, si hidhen në ujë. Njerëzit që zinot, kjo është fellësi, mbyten. Pra, mund të shohim vaporin tjetër. E pra, shqiptarët hidhen. Hidhen vare, shkosa janë fëmije, ka marrë nëna fëmijin për para. Fëmijë të vegjël, që kam parë me sytë e mi në Itali. Kur vini vaporët, italianët, lere këtë foto, ose tjetrën, më mirë atë tjetrën, edhe foto të tjera, e një foto tjetër, janë vapori plot, lere këtu, lere edhe nënën, mos e luaj. Të dashur shqiptar, me dorë në zemër, i kam parë vetë historitë. Kanë punuar edhe vetë në për kampet e intrenimit, më në fund në shtylla Zgjaz kam qenë, Kruj në kampin e intrenimit, Savër dhe Gjaz të Lushnjës, por më shumë jetën time, fëmijërinë time e kam kaluar në shtyllas. E shiu në futin brenda në përshpirat. Sa hymi brenda, dilte diell, shkomin përsëri. Vinte shi, lakshim,
Shqiptarët e mi ju e dini fare mirë që më dëgjoni, s'kishim qa vishqim. Arritëm kishim disa raste nga njerë vishmi fustanët e nënës, se qa do vishmim tjetër, se në hanë të fanela në behar, Myzekia bje shumë shije dhe breshë. Vojtur, jo vetëm në kampi në trenimit, por dëne ishte një fshat, shtyllas Pojani, që ishim me sytë tonë, punonin kooperativ me pika, ishimi vetëm lëveshgat e qepve, ishimi. Nga 600 gram buk kooperativistët, dhe sot marrën nga $80. Nëna i shkret i pret, kanë 35 vjetë që kanë ikur, kanë qenë në moshën, 18, 17, 20, sot janë 50-60 vjeqë. Shko dashur shqiptar, shkonim me kujdes këtu. Kjo është e shpuar. Këto janë këto kohë, kur ka qenë kryeministër Berisha dhe kur është kryeministër Edi Rama. Për ditë nove, paguajnë nga $3.000 të hypë në këtë varë. Dikush mund të thotë, po kuj jetë? Ja pra kuj jetë. Dashur shqiptar, i byte në mes të detit, i paguajnë $3.000, e më në fund të imbysën ben ushqim për peshkut e detit tonë. Po ku jenë parat, i venë sekserët, i venë të rinjve, a shgoni që janë të rinjë, që të mos i kenë në përkemë në Tiranën të Shqipërinë. Gjoja t'i përzene e thonë, na, t'ja për ne 3.000 e prapë, e di do përfundoj në përburgje. Janë mbushur burgjet plot e për plot. Ne kemi fotografi shumë, dashur shqiptar. E është mbushur burgu Italis me shqiptar, burgu i englezëve me shqiptar, burgu i Francës me shqiptar. Ja pra shqiptarët si ikën, çdo ditë u japën para për të përzënë, sepse parat e këtyre ishen me metro kup. Janë mbushur minierat të dashur shqiptar, tunelet e Tiranës, makazina, e patë edhe vetë, po është akoma më keq. Nuk ka vetëm 300 zvec kryeministre hyrje, e 2 jate, e një vapor të madh të peshkut. Po ka me qindra dashur shqiptar, me mira vila, hotele, ata që dojnë që i pat me vete, 83 të quajtur deputet, 83 kanë pasurin, e 97% që vdesën për bukë. E sa do duroni dashur shqiptar? E sa do duroni t'i shikoni duke vrarë, duke mbytur, duke burgosur në armit tonë shekullor që na kanë shkatruar me shekuj me radhë. Po si mund të harrojmë ne? Ju e dëgjoni edhe vetë këngët dashur shqiptar. Na coptuan englezët, na coptuan francezët në luftën e parë, në luftën e dytë, Churchilli me Stalin, ja dha Titos Shqipërinë, atë fushën më të bukur që ka Shqipëria që quhet Kosovë. Maqedoninë të Aleksandrit, Malinezi të princave. Pra dashur shqiptar, mja fjetët, mja u gënjyet me të dhenë një thes me mjell. Mbas 4 vjetëve. Jeni gënjur, vota juaj nuk ka kaluar, se këta i kanë zgjedhur, i kanë emruar. Ka dorë, Serbi ka patur, Grekët dashur shqiptar. Erdhi koha e realitetit. Erdhi koha, unë e krijoa qeverinë teknike për të bërë Shqipërinë me kufi natyror. Për këtë arsye kam zgjedhur nga Kosova një ministër, nga Maqedonia, nga Malizi, edhe një ministër dohet nga Turqia, nga shqiptarët.
që janë 22 milion delegacioni me erdhi, 22 milion shqiptarë, 1.800.000 janë multimilionerë që duan të vinë në Shqipëri të hapën punë, se janë shqiptarë, flisnin shqip, një dy pengoshin pak në Shqipe, një flisnin shumë mirë, me dialektin e nënës tonë shqip, sepse gjua shqipe është bërë lëmç në për televizor, është farmakosur, është deformuar, futur garma sërbe, ruse, italiane, flasën në për televizor, ka fjalë me bukur se reklam. A i shini që flasin, a i shini dashur shqiptar, Top Channel, është janë miqve tonë, a i shini se gjbet në Top Channel, tër natën televizor, shajnë njeri tjetër gjoja partit, të quajtur analistë dhe gazetarë. A e shini Pax, më falni, klanin, i klaneve, i Vevziu, i agentit, që thot, kam shkuar më 200-300 shtete, ku jetin para? Familje ti s'ka pat buk të hante, ua kam thënë, pe një fshat të vogël, afër Pogradecit që e Starov. 50 shpi, 50 që është Beler, të 50 ishën pa brek. Dhe sot kanë marrë Tiranën. Dhe i ka lënë tirancit, që janë dem baba demi, që si kanë marrë tokat e tyre. Vejnë në përgjyqjet, nga e para më dytë më tretë, sepse janë bashkë këta. Ashtë do hiqin ju gjyqtarë, që taleni me shqiptarët. Ne i kemi listat të gjithë, prej 35 vjetëve. Prokurorët nuk mbarojnë gjyqin, po vejnë në salë dhe bëjnë biznis me sekserë. Bëjnë biznis të 2 avukatët. Gjoja janë të kundër, talen me shqiptarët. U marrën me mira dolarë, e këthejnë nga e para më të dy të shkojnë dhe më krye. Më çdo gjyq, me gjyqtar, dalën aty të veshur, të pipillosur, me makina moderne, me roje, me shofer, që në Amerikë dashur shqiptar, kongresmeni ka makinën e tij, po të dojë të marrë avion, po dojë të shkojë me bicikletë, me tren, kurse këtu me shofer, me hysmeqar, këta rapacakët, këta agentët, këta shqipfolësit, që u kanë çmendur fare, u kanë darë nga familja, u kanë darë burrë e grua, edhe kur e ndan gjyqtari, i jep një dhomë burrit, një dhomë gruas, prap në një vend që të vriten, që të theren, sepse nuk i duan shqiptarë që raca që ka 35 vjetë. Pra dashur shqiptar, që të flasë me ju, duhet një natë dimri dhe një ditë behari, edhe s'mbarohet. Ju i dini më mirë se mua, por jeni drogisur nga tymi duhanit, nga rakia e futur me drogë, që të humbasën vëmendje, gjithë ditë rrinin për kafe, vini më shtëpi, edhe ato 10 lekë që i keni u ka dhënë familja për të marrë bukën, kur këtheheni, s'kini as bukë me vete, fillon grindja, ku ka leku, është mas ka lek. A i shini 90% po dajnë shqiptarët në Tiranë. A i shini se të rinë, vajza, djemë, nuk kanë shtëpi të martohi. A të duan armiku tonë, që të mbarojmë, që mos ketë më shqiptarë, por, ja po i themë armiku tonë, sërbë, grek, i themë qevris greke, që janë shqiptarë arvanitos, e jemi toni, e gjaku jonë, po u themë, rrini urtë, se Shqipëria do bëhet me kufi natyrore. Unë i bidh thirrje gjithë shqiptarëve të Maqedonisë të Aleksandrit tonë. Ejani në zyra qendrore e shpresës të kombit. Ejani sa më parë. Ejani sa më parë
se dohet vonë. Unë i bej fushës të Kosovës, shqiptarëve, vëllezërve, e janë sa më parë në shpresa e kombit. Unë i bej Malit të Zi, kanë qenë princa, kanë luftuar me shekuj, historia tonë është fshehur, por shumë shpejt po del, nga intelektualët, nga filozofët, nga shkrimtarët gjermanë, të huaj, që këtu janë bërë shkrimtarë, kanë vënë nga i shallë me qafë, historianë, kanë qenë ministra, sa rrinë, sa thonë, Skënderbeu Sërb. Ta nuk janë shkrimtarë këtu në Shqipëri. Ta janë bërë vetë, si Gjinushi, me shok, si Ceka, me shok. Pra, hiqen si shkrimtar, hiqen si filozof, që janë anti-shqiptar. Shqiptarët e mi, erdi koha dashur shqiptar, u bithiri e janë i sa më parë, sa nuk është vonë. Pavarësisht se është vendosur çdo gjë. Për Shqipërinë ka 100 vjetë që është vendosur. Që me 1922, kur ambasadori parë ka ardhur në tokën e Shqiponja. Gjyshi tim e ka sjell nga Amerika. Ka ndejë në shtëpinë e Pilinçave 3-4 muaj para se të bësh ambasada këtu në Tiranë. Ishte plani për të bërë Shqipëria me kufi natyror. Amerika ishte gati, sepse amanetet i ka lënë presidenti i parë, George Washington. Amanetet më në fund i la dhe Bushi. Bushi ka erdhur në Shqipëri. I biri i tij, president, djali Bushit, erdhi në Fushkruj, erdhi në vendin e tij. Kurse kryeministri Sali Berisha, president Mujsiu, generali bolshevik, nuk i pranovi Bushi, kanë qenë dhe vetë. Nuk i pranovi Gajnati, kur iku presidenti, me këmish të hollë hyri midis nënave shqiptare, i përqafonte. Me kanatjere ishte, e harë. Iku i thanë të dy, anti-shqiptarët, i vodhë vollë, orë, që s'është e vërtet. U plasën nga Gajnati. Këta janë ata dashur shqiptarë që kanë thënë imperializmi amerikan. Këta ushtara, këta oficerë, që janë shpërdarë në përbot, deri dje shanin Amerikën, imperializmi, deri dje shkronin në zërin e popull, anti-amerikan, Berisha sekretari parë, të gjithë kanë qenë komunistë. S'ka rëndësi të jesh komunist, po ka rëndësi, kanë qenë agjent. Ata ka dhe familje të mira shumë. Po hyrën atë valle e s'dilni dot më. Po spionazhi dashur shqiptar, ne i kemi dosjet. Dosjet e vjetra. I kemi origjinale, që ka futur vëllai në burg. I kemi të gjitha. Po dosjet do hapen të 35 vjetëve. Me kë agent kanë punuar? Si kanë punuar? Pse i kanë nxjerrë të rinj jashtë atë dheut? Që nëna pret në pragu i derës. Pret me lot, nuk qanë më dot. Edhe macja pret, por nëna ka vdekur. Fëmijët nuk kanë arritur t'i hedhën një lule, si që kemi zakon që ne shqiptarët, feja jonë është Shqiponja. Është Shqiponja feja jonë, dashur shqiptarë, pamarësisht se kemi 3 fe, katolik, musliman, ortodoks. Por kur vjen koha, shqiptari thot, unë jam shqiptar, feja ime është Shqiponja. Pra dashur shqiptar, shikoj, që është e vërteta, ajo nën ka vdekur ka ca vite. Dhe sa rritën të edhe një lule, ka vdekur pa bukë në shtëpi. Ka vdekur më mirë të ishte jashtë, se brenda hynte i tërë shiu. Shikoni shtëpinë dashur shqiptar. Ja pra fëmijët e saj ishin në këtë vapor, më në 10. Ja me këtë vapor,
me 95, 97, deri më sot që flas, ikin me gomona, i shpojnë që t'i mbytën rinin. Dashur shqiptar, ju prindër që kini fëmijë të jashtëm për botë, po jap një lajm edhe tini të bindur. Të gjithë ata që janë në përballje, Itali, në Ingilterë, në Paris, në Francë, kudo që ndodhe, sidomos në Greqi, ne do t'i nxjerrim. Ne do t'i sjellëm në Shqipëri. Ata janë shpresa e kombit. Ata janë kot në burg, dashur shqiptar. Janë sepse të dhënat nga ambasadat, sekserët e dy partive i fusin qëllimisht që të mos dilin nga burgu. I spusin se ishën të rinj, e pan botën me sy dhe donin të ktheshin në Shqipëri, ta bënin të njëjtën siç është bota jashtë. Demokraci, të lirë, tregtia të jetë e lirë, prona të kthehet ke Zoti, pa pronë nuk ka demokraci, nuk ka jetë, të dashur shqiptar. Pra, do të nxjerrim të gjithë burgosët. Edhe lajmi tjetër, të dashur shqiptar, të gjithë burgjet janë në Shqipëri, Shkodër, Durrës, Tiranë, Rokozhinë, Peqin, Fier, Korçë, ne i dim të gjithë. Edhe Reçi që është bërë për këta këtë ditë që do venë, ne do t'i hapëm burgjet, e dini pse? Se do venë këta. Do venë këta me barkë, se çdo gjë do t'u mirret, do t'u jepet shqiptarëve 97%, do t'u jepet fëmijëve të kësaj nene, që do vinë nga Evropa, nga Amerika. Do venë në burg, dashur shqiptar, pamarësisht se unë kam thënë edhe them, këta nuk do kenë asgjë tjetër, do kenë dhurat, zingjirin në këmbë e në dorë, të punojnë gjithë natën, dhe dhurata e tyre do tjetë për herë parë kur arrestohen një palë kominoshe, por do t'i qajmë me gësherë t'i presëm të ujëra, apo jo agron laka, që e ze lëloj, pra po ta shpjegoj njërë laka, se di gjuhën shqipe, vërtet ke qenë në shkollë, po edhe në kadet të përzun, se ke qenë ignorant, duke qeshur tallesh me shqiptarët, edhe thua, si do t'i presën, po do t'i presëm edhe ty, e të tjerëve, sepse e keni rjepur Shqipërinë, sepse nëna ka vdekur aty. Me qindra nëna, me qindra babalar ka vdekur si ka parë fëmijë. Sepse spionazhi grek e spionazhi sërb edhe francez kanë dëmtuar Shqipërinë. Erdhi koha juaj, dashur shqiptar, vërtet na coptuan. Edhe në luftën e dytë botërore Churchilli me Stalinin e firmosën coptimin e Shqipërisë. Po ja jemi gjallë, do bashkohemi. Unë shumë shpejt, të dashur shqiptar, më dërgojnë me mira, sepse ne vetëm në YouTube, bilem, po tjetë ta ketë regjizorin, edhe mund të nxjerrëm, janë mbi 10 milion të dashur shqiptar, janë fakte, ne nuk dim të mashtrojmë, ne nuk dim të gënjejmë, ne dim të japim, ne dim të ngrejmë shqiptarët më këmbë, ne dim të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror, ne dim të bashkojmë shqiptarët, ne dim të bashkojmë vëllain me motrën, jo t'i ndajmë. Të dashur shqiptar, janë 10.409.257 persona që na shikojnë dhe më shkruajnë. Më dëgjoni me vëmendje ju që më shkruani, për çfarë arsye Pilinçi nuk dha thërret të vim, të mbushëm Tiranën për paqë, jo për revolt. Më kërkojnë që të pajtohet vëllai me vëllain, të ngrenë dollin me qirin në dorë për eshtrat e të vrarëve, për eshtrat që kanë vrarë me shekuj, për eshtrat që u vranë 46 vjet nga regjimi bolshevik. Ju e pat edhe vetë me qenë zëvendës kryeministra gjyshi saj, Bekir Balluku, sepse komuniste kishën zakon, sepse urdhoshin nga sërbët, na vranë ne si familje, na intrenuan, na burgosën, deri me 74-ën,
pesën, s'kishte ç'bënin me, i vran, i leminuan patriotët. Filluan hangri kokën e tyre, si Bekir Balluku, Petri Dumja. Të gjithë me radhë, i vran. Ashtu e ka zakon. Pra, dashur shqiptar, erdhi koha. Fjalën e fundit, po them, Balluku, eja sa më parë. Mos dëgjo Edi Ramën. Ç'ke për thënë, i ke thënë të gjitha. Eja sa më parë aty ku je, dil, dorëzohu. Sepse, kudo që t'jesh, në dihet, do vish që do japësh llogari më keq. Eja, jepi të gjitha, tregoj dijen ku janë paratë, sepse do pësosh më keq. Do pësoj edhe familja jote. Eja mos dëgjo Edi Ramën, eja në drejt, në burg, dorëzohu dhe jep llogari. Thuaj realitetin si që ke thënë, po dije të gjitha, drejtohen në burg, do t'japëm një palë kominoshe, nuk do t'i grisëm, do rish në burg, t'japësh llogari, ta mësosh se nuk vidhe, vjedhja nuk mbaj. Pra, erdhi koha shqiptar të shihni një ditë të bardhë. Erni sa më parë, ne jemi gati vetëm u presëm ju, por të kthehen prap që kërkoni të mblidhen gjithë shqiptarët, sa të arrestohet Balluku e ca tjerë, u do t'u njoftoj që do vinë sepse duan të vinë tërë shqiptarët kosovarë, tërë Maqedonia, më ka dërguar Malizi dhe do vinë me avion nga Turqia të bashkohen familje, prinat të anti-grekve, anti-sërbë, prinat të atyre që na kanë coptuar të bashkohemi, ta bëjmë Shqipërinë me kufi natyrore. Fjalën e fundit kam, nëse kini miqësi, vëllezër, kushëri, shok nëpër Evropë, më mirë t'jenë në shtëpi, të vinë të rinë një 2-3 javë, të piqen me njerëzit. Ta shikoj një herë Shqipërinë si është. Pra, dashur shqiptar, vërtet do vi një hidhur shumë shpejt, ka filluar. Pra, ejani të bëjmë Shqipërinë me kufi natyror. Natën e mirë, dashur shqiptar, jeni të bindur gjithë do arrestohen, pa përjashtim, do t'i shihni me sy tuaj të lidhur me zinxhir duke punuar. Natën e mirë, dashur shqiptar, bani 2 flamurë të kryqëzuar, shqiptarin me miravjet, me 300 e ca vjet Amerikan. Do t'jini në shtetës të dashur shqiptar. Nuk është mashtrim, nuk është gënjeshtër, po është realitet, sepse shqiptarët kanë forcuar Amerikën. Natën e mirë, miru pafshim nesër në orën 3 dhe në orën 6. Shkruani çfarë keni dëshirë, mund të kthejmë përgjigje, pra jemi gati në shërbimin e kombit shqiptar. Rroft Shqipëria me kufi natyror. Natën e mirë.